Top Albania Radio, she's on air. Përshëndetje, jemi në She's on Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Jam këtu me Rezen, Hueden dhe Livian. Jemi në këto kohë, në këtë periudhë kaq të bukur, shumë afër festës së verës, por dua t'i pyes vajzat. Vajza, bashkë me lulet, keni filluar të lulëzoni dhe ju? Kam ka gjithmonë lulëzume. Ajde tani se ngrofet i çik koha fillon, e pëlqen çik më shumë veten, vishesh pak më lirshëm, më bukur. Më tregoni pak goca. Unë njëherë jam shumë e lumtur që vjen kjo e intja dhe ne kemi xhirimin ton, jemi live këtu në Top Albania Radio. Sigurisht koha kur ngrohet edhe shpirtrat tan ngrohen, ndihemi më mirë me veten, mezi presim për aventurat e verës. Edhe kështu unë pres që edhe me juve të kalojmë ca ditë vere të nxehta, pse jo? Shiko, pyetja ime është, se thon zakonisht në dimër të kesh dikë afër që të mbaj ngrohtë. Në verë. Mos është kjo periudha që ndahet çiftet të thirr. Në verë ta mbajmë larg që të rrim ftoftë. Që ta mbajmë kemi vapën Aq mirë jemi verës, nuk na duhet njeri, jemi mirë me veten, të tjerë. Duhet jemi vetëm në verë. Kur nuk na duan kur jemi në atë mbylljen e dimrit, tani mos u afroni asnjë. Si ka mundësi që afrohen më shumë pikërisht kur jeni. Se lulet lulëzojnë. Edhe hormonet goca vera ti çrregullon doktoresha. Ka të drejtë. Ojna, se gjithmonë na pyet ne Ojna. Keni plan ti tani për verën? Si ndihesh ti, shpirti jot si është? Ndihem shumë mirë, them drejtën, ndihem vërtet e lulëzuar në kuptimin e parë të fjalës, lulëzim. Po ti ato doje ta mbaj lulëzimin me dikë tjetër. Shiko, unë kam qenë gjithmonë e hapur, unë nuk kam kështu probleme, domethënë të them, jo, tani s'dua asnjëri, jetës nuk i dihet. Në qoftë se do kisha një person, do isha shumë nice për ta kaluar edhe këtë periudhën, pse jo. Mendoj se vera është një periudhë shumë e bukur për ta ndarë në grup shoqërie. Dhe ju këshilloj që bëuni grup me njerëz. Edhe lëvizni dhe shijojeni. Netët e vona, ato darkat e mëdha, edhe un jam për këtë lloj vibe. Ai zjarri, një kitare. Kam një pyetje, a ju bën ju ky sezon i verës që të jeni natyra më flirtuese? Shumë. Ha? Se unë Ina direkt ta shumë. Jo, çfarë? Është një bisedë. Një bisedë jona. Një bisedë jona. Do ta tregosh ti? Jo, tregoje ti se ti ta tregosh më mirë. Një ditë prej ditësh, kur filloi të dilte dielli këtu në Tiranë dhe koha të ngrohej pak më shumë. Para 3 ditë. Më merr në telefon Livia dhe më thot: "Ojin, hoj, dhe më kart pranvera." I them, "Pse?" "Po nuk e di, thot, po më duken gjithë shumë bukur." Është vërtet. Jam nga ato goca që nuk shef kur ke ka përballë në rrugë, domethënë del një çun as nuk e shoh. Duhet më fol, duhet më tërheq vëmendjen shumë që unë them, "Ej, po çan ke lezeçën për shembull." Ndërsa tani nuk e di, u kanë dalë në rrugë gjithë djem bukurosha atë ditë edhe unë ose dielli ka pa mirë erdhën edhe çunat. Ja, Ira nuk më ndihmoi, ja plasi duke qeshur. Jo, unë isha shumë dakord sepse u gjendëm në të njëjtën bisedë të dyja dhe besoj se jo vetëm ne, po edhe ju ndoshta mund ta keni gjetur veten. Jo, sikur janë shtuar këta djem bukurosha, vërtet është. Kalon në rrugë edhe sheh. Shkëlqen dielli ndryshe. Ose kanë filluar e mbajnë veten ndoshta edhe pak më shumë djem ditët e sotme. Por me këtë pranverën dhe këtë lulëzimin, ne do futemi pak në këto tash themet që ka dalë. Prej shumë muajsh diskutonim në qoftë se Xhensila me Ledrin ishin bashkë apo jo. Thonin gjatë gjithë kohës që ishin shok shumë të mirë, i bashkonin projektet e gjitha. Shok jena, por janë kapur në një klub në Paris duke u puthur së bashku, kështu që mendoj se pranvera ndoshta i ka afruar vërtet këtë herë. Po kështu bëjnë këta çiftet e showbizit tanë, ikin diku jashtë edhe atje shfaqin të gjithë dashurinë e tyre. Këtu ruhen. E kapin foton edhe atje dhe s'na ikën asnjë gjë. Është shumë e vërtet. Tani besoj se kanë dashur dhe ato ta deklaronin një farë forme, sepse din shumë mirë fansa kanë, njerëz për rreth janë gjithmonë, kështu që në momentin që e bajnë në një vend publik, po, janë një farë deklarimi, po, rehat, por është edhe një farë deklarimi për ne si publik që po, jemi bashk, siç e shikoni, nuk kemi çfarë të mshejmë, kështu që ju urojmë mirë. Por të bukur janë nga ana tjetër,
një lajm I cili bëri goxha zhurmë në rrjet dhe është komplet e kundërta e asaj që shijon ishte deklarata e këngëtares Enisa, e cila tha që bëri 30 vjeç dhe I binte 3 dekada e virgjër. O goca, po, shiko, se po diskutoja dhe me Rezen pak më parë. Logjikisht nuk janë 3 dekada. Patjetër, domethënë futi edhe logjikisht nuk mund të normalizojmë faktin e të hequrit virgjërin kur je e mitur, ë. Logjikisht është 1 dekadë që është e virgjër. Besoj 2 dekada janë. Po është nga mosha 19 deri në 30. 1 dekadë. Enisa na vjen keq, nuk janë 3 dekada, janë më pak. Mund të jetë 1 dekadë e gjys aty këtu, po nga ana tjetër nuk kanë munguar komentet, reagimet dhe janë me vend. Tani çka ka ndodhur që shumë njerëz e kanë marrë për seriozisht si deklaratë sepse unë e mora si një trend TikToku. Të lexoje komentet e postimi I saj, të gjithë njerëzit e kishin marrë seriozisht, madje duke I lexuar zbulova që ka shumë vajza 25+ që janë të virgjëra. Trend TikToku mund të jetë, sepse edhe komentet janë specifikisht komentet janë bërë një si quhet, një social media takimi. A din sa vetë flirtojnë te komentet edhe është e frikshme. Po shifë, më ka ndodhur shumë herë që më komentojnë mua dhe I përgjigjet dikush edhe ti je bukur. Po se e gjejnë veten aty like, komentoj dhe ka nga ata që nuk komentojnë kur dhe ta japin aprovimin me atë like. Reagimi I cili ka qenë me video nga Dea Michel që unë të them të drejtën e simpatizoj shumë për ironinë, sarkazmin që ajo ka. Dhe vërtet më pëlqeu mënyra se si ajo e kishte trajtuar si temë, sepse nuk e trajtoi vetëm në faktin që pse dole dhe e bëre publike, por një sekondë se mund edhe të mos ta normalizojmë shumë këtë pjesën, kupton, sepse mendoj se duhet të jetë krenari fakti që je 30 vjeç dhe nuk se duhet ne të tregojmë kemi pas apo jo marrëdhënie. Dikush duhet ja kujtojë Enisës që mosha biologjike ikën dhe mbi 30 të ulet përqindja e fertilitetit, kështu që gocë nuk e shumë ka. Edhe pse është një trend, mos rri akoma e virgjër. Ti bën trend dhe jo fiks këtë temë, se nuk është diçka që të krenarosh. Vazhdoj të dyshoj këtë gjë, unë vazhdoj ta marr si trend sepse siç ka thënë Dea Michel ka diçka që nuk shkon. Është gjithë ajo gocë, bukuroshe, artiste, jeton në Amerikë. Goca nëse do gjendeshit në këtë lloj situate. Çfarë do mendonit? Këtë pyetje I bëra Livias Djendark. Si, nëse do arrinim në atë moshë, nëse do ishte 30 vjeç dhe do e di si e shoh që nuk ka asgjë të keqe se jo, nuk e shoh si diçka të keqe. Nëse është e vërtet, thjesht nuk e gjetur njeriu e duhur, momentin e duhur, je ruajtur. Shumë vajza që janë besimtare muslimane, unë në këtë aspekt e kuptoj sepse normalisht e ruajnë veten deri në martesë dhe këtu është e kuptueshme. Në rastin e Enisës, unë e shoh që thjesht ka dashur të bëj viralitet, ja ka arritur, bravo I qoftë. Dhe asnjë nuk u ndal të thoshte, "Ej, urime që do nxjerrësh një album të ri." Jo asnjë, sepse nuk e lexuan, nuk vajtën deri në fund ta lexuan vetëm 30 vjeç e virgjër. Po, është e vërtet. Zakonisht shqiptarët kanë shumë qejf të ngelen tek fjala më me zhurmë, edhe të vazhdojnë pastaj dhe të komentojnë dhe të bëjnë edhe analizat se si por që kur e arrin deri aty, mendoj që gjithsecila duhet ta ndaj pak kohë me veten edhe të mendoj se a jam unë gabimi apo është pala tjetër gabimi që nuk ka ndodhur deri atë kohë. Po pala tjetër I bie që se ka sepse gjithatë kohë. Dhe duke qenë se ishim tek koha që do ndajmë me veten, le të ndajmë edhe ne pak kohë për Solet Med. Kujdesi për veten dhe lëkurën nuk është luks, por një domosdoshmëri. Ndaj zgjedhja e produkteve të duhura është thelbësore për ta ruajtur atë të shëndetshme, të hidratuar dhe plot jetë. Klinika Solet Med në bashkëpunim me brendin italian Ati Cosmetics sjell produkte për përdorim të përditshëm personal si dhe linja profesionale për klinika, duke ofruar zgjidhje të avancuara për fytyrën, trupin dhe flokët. Në zemër të përbërjes së produkteve Nati qëndron uji, elementi bazë I jetës dhe I shëndetit të qelizave tona. Pas viteve kërkimesh dhe studimesh shkencore, Nati ka zhvilluar ABT, një ujë teknologjik, që është një teknologji unike e pranishme në të gjitha produktet e saj. ABT rikthon rendin dhe pastërtinë në mjedisin qelizor, optimizon largimin e toksinave duke e bërë mjedisin një vend ideal për prodhimin e kolagjenit, elastinës dhe acidit hyaluronik. Është një qasje kuantike dhe biointeligjente sepse nuk imponon një veprim nga jashtë, por ndihmon lëkurën të rigjenerohet në harmoni me biologjinë e saj natyrore. Kemi 4 linja të dedikuara për nevojat të ndryshme të lëkurës.
Blue Hydra, lëkurë e thatë e dehidratuar me elasticitet dhe vitalitet të ullët, me barrierë hidrolipidike të dëmtuar. Ivory Sensitive, për lëkurë të ndjeshme, delikate dhe të skuqur. Green Age, për lëkurë me rrudha dhe shenja të plakjes, dhe Orange Purity, për lëkurë mikse me akne dhe hipersensitive. Solet Med, faleminderit shumë për kaq shumërisht që na sjell. Ishte kaq bukur, domethënë të ishim të katërta të diskutonim këto temat kaq pikante, si tonat, si të showbizit, të lajmeve roz. Ne do të rikthehemi pas pak dhe kemi të ftuar shumë interesant në fakt sot, kështu që rini me ne Na ndiqni. shihemi pas pak.